fjala e Zotit është e gjithë po dhe amin. Dhe nuk vëm dyshim, unë për veten time. Gjithmonë marrë me veten time dhe nuk e vëm dyshim që fjala e Zotit është po dhe amin dhe do ta marrim ashtu siç është. Nuk do të ose kërkojmë shumë apo më pak. Nuk them që pse kjo është kështu edhe pse kjo është kështu. Zotit i ka pëlqyer që tek të zgjedhërit e tij të zbulojnë misteret e tij. Edhe fjala e Zotit është një mister. Jo të gjithë e njohin, jo të gjithë e kuptojnë, jo të gjithë e pranojnë. Por jo çdo natyre që Perëndia i ka paranjohur. Sepse Perëndia thot, ju kam njohur që në barkun e nënës. Aleluja. Të gjithëve ne që jemi këtu, të gjithëve. Dhe ata që janë sot këtu, po. Dhe do që të na tregojnë akoma më shumë. Por kjo na thot fjala e Zotit është që të lutemi. Që Zotit na zbulojnë misterin e tij, fjalën e tij, nëpërmjet frymësisë. Jo se jemi të ditur, jo se kemi studiuar, jo se jemi dikush, por për gjithçka falenderojmë dhe lavdërojmë Zotin tonë në emër të Jezus Krishtit, sepse ai na i ka bërë të ditur këto gjëra. Dhe këto gjëra janë për të na drejtuar për mbretërinë e qiellit. Që të flasësh jashtë për mbretërinë e qiellit, dikujt i duket si një diçka apo akoma edhe për neve më thonë që ku jeni juve? Kush jeni juve? Ku jetoni ju? Lavdi Zotit, Nuk e imagjinojnë edhe nuk arrin të kuptojnë se çfarë Perëndia ka përgatitur por neve që jemi sot tu. Dërgovi Jezus Krishtin këtu në tokë si shpëtimtarin e gjithë njerëzimit, si tha dhe vllai, se thot fjala e Zotit, që Perëndia deshi botën aq shumë sa dërgovi dha birin e tij vetëm lindur që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Lavdi Zotit tonë, e falenderojmë dhe jemi mirënjohës që erdhi në jetën tonë. E dërgovi Perëndia Jezus Krishtin dhe në jetën tonë. Nuk e njihnim, nuk e dinim kush ishte, se sta dhe vllai që nuk e dinim rrugën, kush ishte rruga për të na çuar ke Perëndia, ke Ati, ishin në udhkryq, në errësirë, erdhi Jezus Krishti duke ndriçuar rrugën tonë. Sepse thot, unë jam drita që ndriçon. Dhe sot neve e njohim Jezus Krishtin nëpërmjet fjalës tij. As kam kërkuar dhe as nuk kërkojmë shumë nga Zoti, sepse i kam kërkuar dikur, o Zot, e kam thënë në fillim të viteve 98, kur bora vullnetin e Zotit ju pakzova në ujë, i kërkova vetëm një diçka Zotit, jo më tepër, thash nëse do më jap shtë, atëherë do të ndjek. Edhe Zoti ma dha atë që kërkova, dhe as nuk dëshoj, dhe as nuk i kërkoj gjë tjetër më. Po i them o Zot, vetëm më ndihmo që të arrij në mbretërinë e qiellit. Do të thoni çfarë kërkova? Në shkrimin e shenjtë na lexova që ata që do besojnë në emrin tim do përcillen nga disa shenja. Edhe një nga këto shenja të ishin gjuhët e reja. Gjuhët e huaja, ku Zoti pakzonte me frymën e shenjtë, edhe jep gjuhët e huaja që njeriu të flasë me Perëndin. Që une të flisja me Jezu Krishtin dhe të flas me Jezu Krishtin dhe Jezu Krishti të flasin me mua. Për çfarë? Për gjërat e mëdha të Perëndisë. Sepse në shkrimin e shenjtë këto lexojmë. Ata që pakzon me frymën e shenjtë, ditën e Pentekostis, flisnin thot për gjërat e mëdha të Perëndisë. Edhe unë këtë kërkova Zotit.
thash dua të më japësh dhe mua frymën e shenjtë, sepse kisha ndjur që Zoti jep frymën e shenjtë. Edhe si shenjë është të flasësh gjuhë të reja. Edhe Zoti nuk vonovi, gati 2 muaj më vonë, mbas u pagëzova nuj, Zoti më dha frymën e shenjtë. Dhe falenderoj Zotin që vazhdimisht Zoti na mbush. Dhe duhet të mbushim edhe të punojmë për frymën e shenjtë, gjithë secili nga ne që e ka marrë frymën e shenjtë, të punojnë që mos ta shojnë frymën e shenjtë. Ata që se kanë marrë të lutën Zotin, që të Zotit i mbushin me frymën e shenjtë. Lavdi emrin e Zotit tonë Jezus Krisht, falenderojmë dhe lavdërojmë atë, sepse ja vlen që erdhëm sot tu. Lavdi Zotit tonë, atë që doja më thoshem faktikisht që Zoti më kishte vendosur këto ditë në zemër se nuk i kisha mësuar të vinjam, por meqenëse nuk kam shumë që kam ardhur, para 2 javësh isham, por më thot Dhondri që nëse do, ikim javës tjetër në Tiranë, sepse edhe unë tha nuk kam kjo. Amin. Tha nuk isham ndërmend që të vinjam, as nuk e kam thonë asnjë nga vëllezërve, vetëm 2 vëllezër, nuk po e them që kosishin që kanë marrë vesh, që do vijem sot, sepse flasim për para Zotit, dhe nuk kemi çfarë themi më tepër. Por atë që duhet të them me hirin e Zotit tonë Jezus Krisht, duhet ta ndaj me juve. Nuk e them as për të mburur, nuk e them as për mburje, por e them sepse e ndjem jo si detyrim, mos ta themi detyrim, por sepse jemi unë, për shembull, për veten time them që kam qenë pjesë e kësaj kishte. Jam mundur, jo unë, por hiri i Zotit, siç e thot fjala e Zotit, sepse me hirin e Zotit kemi ardhur, kemi folur me tmeta, me gabime, me dobësi, por kemi ardhur që kisha këtu në Tiranë të vazhdon. Deri nuk e mbaj mend çfarë viti vendosëm vëlla Kriston këtu si diakono dhe pastaj plakishe. Por nga momenti që vëlla Kriston e kemi bërë diakono këtu, thash vëlla, deri këtu unë nuk mund të vi më. Jo se s'do vi për fare, por do vi rradh. Lavdi Zotit, dhe keni parë që nuk kam dashur të vi gjithmonë, dhe mundësit janë të kufizura, por e falenderoj Zotin dhe për juve që keni vazhduar të qëndroni, edhe do lutem që të qëndronin këtu ku jeni, këtu ku jemi të gjithë, që të arrijmë një ditë në mbretërinë e qiellit. Atë që do them me hirin e Zotit është që të lutemi për njëri tjetrin. Të falenderojmë Perëndim për njëri tjetrin. Sepse jemi të gjithë vëllezër dhe motra dhe një ditë do shikojmë fytyrën e Perëndisë. Kur shikojmë vëllezër dhe motra, shikojmë Zotin tonë Jezus Krisht tek gjithë neve këtu. Nuk vim thjesht për të parë vëllezër dhe motra, vim për të takuar Jezus Krishtin parin dhe pastaj vëllezërit dhe motrat. Sepse Zoti thotë, gjithçka që keni bërë këtyre, thotë, ma keni bërë mua. Për gjithçka falenderojmë Zotin dhe jemi mirënjohës. Dhe Zoti do na japin ato që na ka dhënë dhe në fund çfarë do bëjmë? Do na japin shpërblimin sipas mundësisë që kemi gjithë secili. Sipas asaj që ka bërë gjithë secili. Çfarë ka dhënë Zoti? Ka dhënë 5 talenta. Ka dhënë 2 talenta. Ka dhënë 1 talent. Me ato që të ka dhënë Zoti duhet punojmë. Se kush janë ato talenta që Zoti ka dhënë, gjithë secili nga ne është i vetëdijshëm
ta dinë se çfarë mund të bëjnë në kishë. Këtu na thotë fjala e Zotit, unë lexova. Kam ditë që lexoj këtë pjesë, lexova dhe mbrëm, po them edhe sot, mbjeset, nuk duhet që atë talent që Zoti na ka dhënë ta fshejë. Sepse Zoti, do thënë, të paktën, sepse kështu erdhi i fundit ai që kishte një talent, e tha, Zot, unë e diam që ti je i ashpër, korr atë që s'ke mjell dhe merr atë që s'përket. Dhe Zoti tha, do të gjykoj sipas fjalëve tua. Zoti një ditë do na gjykojë sipas fjalëve dhe veprave tona. Të paktën tha, nuk ishte mundësi të bëjë një tregti, e vendosje në bankë. Që kur të vi, ta mirja me interes. Të paktën, nuk kemi mundësi të bëjmë shumë. Nuk kemi mundësi të ndihmojmë, por të vim kish. Të vim kish, të jemi në bankët. Një monedhë me fjalë e vendosur në bankët, që kur të vim, sa Zoti ta marrë atë me përqindje. Jemi në kish, lutemi për njëri tjetrin, nuk lutem dot për njëri tjetrin. Nuk lutem dot, s'kam për që të lutem. Por vetëm jam këtu, avash, një dru zjarri, kur është afër të tjerave, do marrin, do nxifet. Do marrin flak. Por kur është e vetmur, jo që s'do marrin. Do kalbet akoma. Do konsumohet nga largështia, nga vapa, do amasin atë fuqinë dhe zjarri jo, por do kalbet. Prandaj, këtë që më vendosi Zoti në zemër për ta thonë, është që të vim kish. Dhe që të vim kish, dhe them dhe diçka tjetër, e lexova tani në fund këtë, është që kur të vim kish, shikojmë orën. Nuk e them për juve gjithë, e them për veten time radhë parë. Të jemi në orën e duhur në kish. Nuk ka mundësi. Nuk mundem të vi dot në kish. Por e di çfarë vendosi Zoti, të kuptoj. Lutja ka të bëjë me flijimin. Dhe flijimi varet se çfarë do flijojsh. Lexova aty tek ofertat që bëri Kaini me Abelin. Edhe çfarë më dha Zoti të kuptoj. Flijimi që bëri Kaini me shpejt, mblodhi ca fruta aty, nuk e di çfarë i bëri. I ziu rakia, po nuk e di. Se çfarë flijimi bëri Perëndis. Kurse Abeli, në thotë fjalë e Zotit, ofroi të paralindurin. Që të bëjsh atë flijim, që të piqet flijimi, do kohë. 1 orë, 2, 3, thonë ata që dhe unë kam pjekur mish me fjalë, edhe di që të piqet mishi do kohë. Të paktën 2 orë, 3 orë. Dhe neve, që të vinë të bëjmë flijimi për para Perëndis është, që të vinë 1 orë. Zoti këtë u tha discepujve, nuk mund të qëndroni për vetëm 1 orë. 1 orë. 1 javë kemi. Punë, shtëpi. Shitblerje, që të them, dio, nuk e di. 1 orë nuk e kushtojmë dot Zotit. Vim, çfarë ore fillon kisha? Në orën 10, në orën 10 do të jem aty. Ka kosto le të ketë. E ti sa i kemi kushtuar Zotit. Po duhet, as gjykoj, as pa gjykoj asnjë, më falni që e them, këtë e them vetes time përpara. Lavdi Zotit ton. Po këtë do të arrim të kuptojmë. Që të jemi në orën e lutjes. Që të vinë Zotit na mbushë edhe me frymën e shenjtë, kemi kohë t'i parashtrojmë dhe kërkesat Zotit ton Jezus Krisht, t'i japim dhe falenderimin, ta lavdërojmë atë
Kjo dhe Zoti të vinë, pastaj Zoti sigurisht që është i pranishëm, sepse vjen përpara nesh dhe na pret gjithve një nga një, por ta gëzojmë Zotin na. Lexova para 2 ditësh dhe thash dhe në Elbasan të tejnden, që kur vim në kish, të profeti Hagai mos gaboj, ishte, ta gëzojmë Zotin. Me çfarë? Me flijimet tona. Nuk bim tu, kjenja, apo diçka tjetër. Flijimin e buzëve tona. Aleluja. Lavdi me Zotin ton Jezus Krisht. Te Kolosianëve, kapitulli 4, vargu 2. Deri te vargu 6. Ngulmoni në të lutur, duke ndetur zgjuar me të me falënderim, edhe duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne, që Perëndia të hap edhe për ne derën e fjalës, për të shpallur misterin e Krishtit, për shkakun e të cilët jam edhe i burgosur, në mënyrë që ta bëj të njohur duke e folur siç duhet. Esni me urtinë ndaj të jashtëmve, duke shfrytzuar kohën. Të foljet tuaj të jetë gjithnjë me hir e ndrequr me krip, që të dini si duhet i përgjigjeni gjithë secilit. Amin. Lavdi Zotit tonë. Apostoli Paul. Një nga apostolit, sigurisht që vetën e qonë më të vogël nga gjithë, por thot hiri Perëndis është ai që unë jam ky që jam. Edhe ne të gjithë jemi dëshmitar, duke lexuar shkrimin e shenjtë, se sa ka punuar apostoli Paul për veprën e Zotit. Kërkon lutjet tona. Aqëm shumë neve, që çfarë themi? Çfarë themi për veten tonë? Neve që jemi punëtor të Krishtit, që mundojmë me hirën e Zotit të sjellim një mesazh përpara kishës. Kërkojmë lutjet e juaja. Që Zotit na japin fjalën e Tij nëpërmjet frymës së shenjtë. Që kur të vim në kishë, të themi o Zot, unë po veten në kishë, e dua një mesazh nga ty sot. Që kur ti ke në shtëpi, ti ke i gëzuar, ti ke e gëzuar. Mos vi i mërzitur edhe ti ke i dëshpëruar. Por të vim, të lutemi Zotit, që Zotit do në japin mesazhin. Me anë të vllajt që do flasin. Jo manën time, jo manën e vlla Kristos, vlla Romeos, vlla Tonit, dhe kushdo tjetër që do vinë këtu për të sjellë fjalën e Zotit, por ta mirë mesazhin nga Perëndia. E them këtë edhe një herë sepse të tenten, sepse unë duhet të them gjërat siç janë. Përpara Zotit. Sepse jemi njerëz. Nuk mund ta shikojmë vllan më të madh apo më të vogël. Të gjithë jemi vëllezër dhe motra në Krisht, kemi gjithë secili, siç thash pak më parë, na një monedhë që na ka dhënë Zoti, punojmë radh parë për shpëtimin tonë dhe të tjerëve. Por atë që dua të them me hirin e Zotit tonë Jezus Krisht, jemi njerëz. Nuk kemi Perëndi. Nuk kemi më shumë se juve, sepse në orën që po uleshim për të lutur, nuk po përmend emër, i thot një vëlla fëmijës, ecë ulet e vlladashi. Thashëm, jo vëlla. Dhe po e them dhe juve të gjithë. Fëmijët duhet të themi të ulemi tek Zoti. Të ulem fëmijët tek Zoti. Kush jam unë?
Lavdisojtë, e falenderojmë Perëndin për gjithçka që na jep, por na jep të kuptojmë. Sepse lavdia i përket Zotit dhe vepra është e Zotit. Neve jemi thjesht vegla, si thot apostoli Paul, kush ja mund thot, kush është Pietri, kush është Apoli, punëtor, shërbëtor Perëndis. Unë thot mbollat, Apoli u iti, Perëndia thot bëri të rriten. Dikush nga ne foli, dikush u lut, edhe besimin bën Perëndia të rritet. Nuk ndorim dot në jetën e as dikujt që të themi beso, lexo, sigurisht do e themi këto fjalë. Sepse besimi në thotë fjalë e Zotit vjen nga dëgjimi, nga leximi, nga predikimi që bëjmë. Dhe Zotit na japin zgjuarësi, mençuri, dituri, urtësi, siç e thot tu, që të flasim se ç'duhet kush. Fjalën e Zotit. Fjalën e Perëndis. Nuk do të flasim që çfarë kam bërë unë. Çfarë ka bërë Zoti në jetën tonë. Na thot tek vargu 16 tek kapitulli më përpara, do a lexoj edhe. Do lexojmë nga vargu 14, të dy vargje dhe mos themi 3 dhe da mbyll. Thot dhe përmbi të gjitha këto gjëra te Kolosianëve, dhe përmbi të gjitha këto gjëra visni dashurinë, që është lidhja e përsosmërisë, dhe paqja e Perëndis për të cilin ju u thirrët në një trup të vetëm, të mbretëroj në zemrat tuaja dhe jini mirënjohës. Amin. Fjala e Krishtit banoft në ju me begatinë e vet. Në çdo dituri, mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Dhe çdo gjë që ta bëni me fjalë a me vepër, të bëni në emër të Zotit Jezus, duke falendëruar Perëndin nëpërmjet tij. Lavdi Zotit, Ati që thash tek vargu 16 thot këtë. Fjala e Krishtit banoft në ju me begatinë e vet, me çdo dituri, mësoni dhe këshilloni. Çfarë mësojmë me të këshilloni? Na thot fjala e Zotit tonë. Jo atë që dua unë. Atë që do Zoti. Po mua kështu më pëlqen. Zoti të pëlqen. Unë kështu e kuptoj. Lutë Zoti ta kuptojsh akoma më mirë, ta zbuloj Zoti. Lexojm aty ku lexojm, që Zoti të bëjnë të ditur misterin e fjalës tij tek ne. Fjala e Zotit është mister. Edhe falenderojmë Zotin dhe jemi mirënjohës se këto mistere ka zbuluar ke ne. Këtë tha, falenderoj atë, sepse u afsheve këto gjëra të urtëve, të diturve, të mëdhenjve, ja zbulove këtyre fëmijëve të vegjël. Qofse do të jemi të mëdhenj, do të jemi të vegjël përpara Zotit. Përpara njëri tjetrit, do të jemi të vegjël. Po unë jam i madh. I madh. Boj i vogël. Sepse Zoti thot, kushdo që do ta lartësoj vetëm do pushtrohet, dhe kushdo që do ta pushtrojë vetëm përpara meje do lartësohet. Por uluni, sepse tani është koha që të porulemi përpara Zotit, dhe Zoti do vinë një ditë do na lartësojë. Amin. Kjo se duam. Zoti na bekojnë dhe të bekojnë gjithëve. Ju dum dhe ju dua gjithëve me dashurinë e Zotit. Dhe dum një ditë që të hyjmë mbretërinë e qiellit gjithë. Amin. Halleluja.